edhe pse Keci kishte Keku në atë kohë, prodhonte atë energji, por nuk kishte një stabilitet për shkak të infrastrukturës së vjetruar, u bën një marrëveshje që me të vërtetë çmimi u duk simbolik, ai 26 milionë që unë mbaj mend atëherë për llogaritëshin trafot e rrymës se kishin atë kosto, pa ku është rrjeti. Keku nuk është privatizuar, është privatizuar distribucioni i rrymës, që ka pas krahas 26 milionë që është bler distribucioni i rrymës. Ka pas dikun 420 milionë, nëse gaboj është po kështu ka qenë shifra, e investimit në infrastrukturën për të ndalur humbjet operative brenda Kekut dhe tani Kec dhe Kesko, dhe kjo është bërë tani unë ku kapa në reagimin tim. Se në vazhdimsi kom përcjell sepse çështja energjetike dhe pavarësimit energjetik Kosovës është edhe pasoja e rajonit, pra tendenca shërbave për pavarësim dhe lufta Albin Kurti dhe dy shteteve të Bashkimit Evropian, në atë kohë Merkel dhe Macron, në influencimin rus për ta penguar këtë. Tani jemi në një situatë kur kemi një raport të zyrës së rregullatorit energjetik Kosovës, të cilët e nxjerrin rentabil konsorciumin Limak dhe Çalika, si është ajo pjesa e dytë, dhe i nxjerrin si rentabil në kuptimin e investimeve të detyrueshme që i kanë pas në përmirësimin e infrastrukturës, për ndaljen e humbjeve operative, pastaj për stabilitet energjetik, edhe pse çfarë ka ndodhur. Kjo qeveri ka ardhur me synimin dhe ka ardhur me zotimin se do ta ndërpresin kontratën. Dhe unë në foltorën e kuvendit, në momentin që kanë ardhur dhe kemi filluar me krizën energjetike, se ka qenë një periudhë me ardhmën e qeverisë Kurti, filluan edhe reduktimet e rrymës, një dukuri që ishte eliminuar nga Kosova. Pra, nuk mbajnë mend kur ka pas ndërprerje të rrymës, se kishte një koordinim të mirë mes Kosovës dhe Shqipërisë, por edhe operatorëve të tjerë, dhe mbështetje, domethënë furnizimin mbështetur në periudha testimeve. Tani filluan reduktimet dhe unë në foltorën e kuvendit pa ta kërkuar. Kjo thënë se është një kontratë korruptive, e kriminalizuar e tjera, krim ekonomik, strategjik hade urna eliminu kontratën, cilën kuvend të shfuqizoje. Pra, jo vetëm që nuk ndodhi, por këta operuan dhe koordinuan me te. Bile tash edhe faktura, që çfarë ndodh këtu. Fakturat ose kostoja e këtyre investimeve në rrjet, në distribucion e tjera, tani nuk po përballon qeveria as kompania. Por jo ka fut në fakturat e pagesës vetë qytetarëve të Kosovës. E kjo ka qenë shqetësimi im kryesor, këtë e kam ngritur në çastin time, sepse u kriju një heshtje dhe nuk reagoi askush as nga subjektet politik, ndoshta sepse jemi në krizën politike për të shkuar zgjedhje me luftu tash për koalicionin për vota në terren, edhe nuk po ju bën mend se Kosova në këtë proces, këtë krizë politike të stisur, të krijuar në mënyrë artificiale pa nevojshëm, Kosova po pëson qytetari po pëson. Kjo është ajo se thuhet çdo gjë thyet prizën e qytetarit. Qytetarët po pësojnë, raporti Zares doli dhe e lavdron konsorciumin për mbushje të objektivat që ka pas në proces privatizimit. Po mirë atëherë, pse kemi kosto të rritur të faturave të energjisë? Pse kemi krizën energjetike? Pse sot gjigant ekonomik Kosovë, siç ka qenë kjo që prodhon këto dysheket për Devoli, kompania Devoli, e quajti Devolistan, e pengojnë në aspektin energjetik, e pengojnë të funksionojnë në territorin e Dugaxhinit. Pra vetë Gjakova kishte dikun 6.000 punëtorë në fabrikë. Sot është mbyllur. Infrastruktura që ka filluar të ndërtohet për të rritur kapacitetet, se furnizonte SBA janë reduktuar, janë ndërprerje fare. Edhe quajti Devolistan dhe përzuhen nga Kosova duke shantazhuar në aspektin energjetik. Pra, këto janë dëmet që po i shkaktojnë Kosovës në këtë proces që po merret me admirazhin e përplasjes politike për koalicione, për zgjedhje të konsolidim të institucioneve, ndërkohë që në aspektin ekonomik dhe social gjithçka po thyet mbi kurrizin e qytetarëve. Ky edhe është shqetësimi që kam ngrit. Unë nuk për shkak të analizave të mbrojtjes dhe pozicionit strategjik në force, ne kemi analizuar çdo aset shtetit, dhe ato që quhen national power apo fuqitë kombëtare i kemi analizuar në vazhdimsi, edhe çështën energjetikës, edhe në alternativën edhe çështjet sociale, arsim shëndetësi, dhe kjo më ka brengosur. Mirë po mendoj se këto është dashur të jenë të zëshëm ekspertët e fushave dhe ta nxjerrin pak këtë dëm që po i bën Kosovës, sepse megjithatë ka pasur gjatë këtyre viteve rrjedhje, sot çështja energjetike është orientuar dhe Kosova ka varësi energjetike nga kompanitë që ata sjellin nga vija që lidhen me Serbinë dhe me Rusinë, pa marrë parasysh se janë kompani prestigjioze. Unë dëgjova debatet rreth kësaj noas edhe u fut ata në meqen se hyrën në fushë të analizë me marrë informacione kush janë të kanë.
pash fuqinë e saj që ka edhe në Shqipëri dhe fuqinë që ka në kuptimin e menaxhimit të burimeve të energjisë dhe distribuimit të saj, blerje, shitje, kutadione. Mirë, por në Kosovë ne kemi kriju varësi dhe jemi peng të këtij aspekti që është strategjik. Pa pasur nevojë, jemi vendin që kemi më shumë të rezerva fosile, të cilat mund të japin me termocentralën e ri do të japin energji për Kosovën, por nga thëngjilli sa kanë pa tani gjatë leximit të studimit kanë pas ato kanë mundësi të prodhimit të gasit. Dhe Kosova ka një infrastrukturë të shtrirë në vish Republikat e Jugosllavisë që ka mund të prodhohet gasin nga rezervat fosile. Dhe ku jemi ne? Të varur tërësisht nga energjia që mund të na blehet edhe përmes rrugëve të kompanive të Serbisë apo edhe të Rusisë e tjera. Pra ky është mjerimi që pasqyron edhe ai raport, nëse lexohet edhe mesdhërisht edhe në kontekst të krizës. E qartë. Mirë, zoti Berisha, për të mbyllur, ndërkaq gjithë kjo kauza kundër Kec ishte vërtet një bindje reale apo ishte thjesht një shkallë po i shuaj për të ardhur në pushtet? Kjo ishte thjesht një kauzë ashtu siç kanë qenë gjitha temat që kanë ngritur zoti Kurti. Po t'ju referohemi që mos më vot tepër për përmend vazhdimsi. Luftën e ka quajtur gabuar dhe s'ka qenë pjesë e saj. Pavarësinë e ka quajtur akt tradhtie sepse synonte bashkim kombëtar. Lexojte Vorri Skënderbeu në përvjetorin e tij lexoj se kushtetuta nenin 3 nuklear në bashkim me shtetet tjera. Pastaj çështjen energjetike se ka quajtur këtë akt terrorizëm, ka quajtur kriminalitet, ka quajtur korrupsion dhe do ta ndërpresim momentin që vim ne. Që ku jemi sot ka raport pozitiv ZRE-ja, që është në administrim ti, edhe pse pretendon me qenë organ i pavarur, po nuk është. Asgjë s'është pavarur, veç edhe presidenti ka me të ende pa dhe duri se gjitha këtu ose edhe tema tjera, që vrasin aty në Astrid Deharin Burgu, do ta zgjidhim si ne do ta lirojmë drejtësinë. U bën 7 vite bën në tetor. A liroj drejtësinë? A u zbardh ndonjëherë ai rast? Ose të tjerëve. Pra, gjithçka që ka bërë ka qenë kauzë mashtruese për të ardhur në pushtet. Me të ardhur në pushtet. Shifni ku jemi sot. Kur e ka marrë pushtetin ky bazë agjencioni statistika të Kosovës ka qenë 60.000 persona që kanë marrë ndihmë sociale. Sot janë 380.000. Nga 198.000 operatorë ekonomik, ndërmarrje, biznese, sot paguajnë taksë shtetit vetëm 37.000, që të thotë është reduktuar numri i tyre në mënyrë enorme, nuk mund as për llogaritë kjo. Pra, kjo është një degradim katastrofal edhe në aspektin ekonomik, edhe biznesit, dhe nga këto mbyllet kompanive. Nëse janë 198.000, nga një person mi pas janë 198.000 njerëz. Po nga dy, pra sot vetëm 37.000 operojnë. Sot i kje 380.000 që ka deklaruar ky në foltorët të vendit, edhe i kine ASK, janë njerëz që marrin ndihmë sociale. Por edhe paga dhe pensionet e kategorisë që jemi në pensionet ndryshme paratashme të rregulla të tjera, kanë ngelur nivel social, kanë ngelur shuma sociale, me ato shporta familjare nuk ta mundson mbijetesën, as për një javë. Kështu që dikun, sa të tani për llogaritet, se jemi dikun 710.000 njerëz. 380.000 me ndihmë sociale dhe 7 gjithsej, pastaj pjesa tjetër kontingjenti i njerëzve të pensionuar me paga të ulta, që faktikisht jetë operojnë në varfëri të skajshme. Dhe këtu ka vetëm një elitë që ka kriju pyetani dhe kontrollojnë çdo port jetës, çdo biznes, gjithçka të administrojnë vetë. Të gjitha licencat për operatorë ekonomik që dëshirojnë të punojnë, të investojnë, të ndërtojnë, çfarë do në fushën e energjisë, minierave të tjera, të gjitha janë koncentruar në zyrën e kryeministrit. Të gjitha i kontrollon komiteti. Pra është një instalim diktature tipike, siç e keni pasur në Shqipëri, vetëm se këtu ende nuk e ka kapur tërësisht sistemin dhe pastaj të operoj me gjithashtu si ka dëshirë përmes komisarëve. Ju lutem në çdo institucion të Kosovës. Janë instaluar komisarët politik, janë djemë të ri, vajza të reja, gjithë ditën fotografojnë, inqizojnë, shkruajnë në raporte, i çojnë në komitetet e tyre, u bajnë presione dhe i largojnë njerëz ka puna, ose duhet të një nështruar. Është një instalim, një diktaturë, një mendësie të rrezikshme. Po shihni edhe në procesin zgjedhor, prapë kemi të njëjtën situatë, domethënë u bën 2 vite, gati tash në maj jemi, kemi filluar fushatën në shtator të vitit 24 për zgjedhjet e dhëtorit, pastaj në shkurt 25 dhe nuk arritëm asgjë, në fakt për shkurt, pastaj në dhëtor të 25-s, dhe ja ku jemi sot 2 vite pa institucione, ndërkohë që kemi si të them, aktivitetin apo objektivin më strategjik që është dialogu me Serbinë, e kemi të ndalur. Ekziston në letër formalisht, por nuk ka asgjë në të drejtim. Kemi objektiva diametralisht të kundërta me Serbinë. Serbia synon
mos të njohë shtetësinë e Kosovës, ne sinjojmë një marrëveshje që do të ishte me një në finale dhe ratifikim të kufive, si dhe hapin në rrugë për integrime euroatlantike. Këto dy qëndrojnë asimetri të kundër njëra me tjetrën. Serbia është më privilegjuar sa i përket presionit ndërkombëtar për shkak të pozicionit gjeopolitik që ka dhe strategjik. Kosova është gjithmonë në presion për shkuar në kompromise të rradhës, për të bërë marrëveshje teknike. Shifet çfarë ka ndodhur. Të gjitha temat, domethënë ne kemi biseduar për një marrëveshje finale me UN edhe Russia, na tani jemi kthyer në marrëveshje teknike dhe çdo bisedim, këto formalisht në letër ekziston dialogu dhe ka takime sporadike. Takon për çka? Për të realizuar ndonjë marrëveshje teknike.